Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët të gatuaj me Albanën në mëngjesi. Jemi në kuzhinë, kështu që do të mundohemi që edhe recetat që kemi zgjedhur të jenë të shpejta, të thjeshta dhe padyshim për të ardhur deri në fund të parës të paktën, e cila ka nisur nga procesi. Atëherë tek patlıxhanët, gjë që normalisht do ta them edhe se çfarë kemi patlıxhan jahni me mish. Vendos patlıxhanët të prerë kubik, lëkurën e kam hequr një po, një jo, i kam prerë në kubik mesatarisht, Të lyra me miell të pudrosura, me krip derisa të lëshojnë atë lëngun kaf. Më pas, spërkatja e miellit, spërkatja me miell bëhet për arsye të qëndrojë më krokante, sepse ajo është në varësi të gatimit. Dhe lëngu bëhet pak sa më i trash, sepse unë e kam jahni. Normalisht nëse ju doni mund ta bëni me qepujka të vogla ose unë e kam bërë me qepët e zakonshme. Kam domaten, mishin, patjetër kam piper. Tek piperi shumë mirë mund të shtojmë baharin. Bahari dhe uzo janë të dyja opsionale. I largoj. Pra i mbajta aq sa mua më duhen. Vaj ishte i nxehtë, jo i ngrohtë, i nxehtë. Dhe i ngrohtë mua më duhet vetëm tek qepa. Siç e kam, normalisht djegi këto anët e tenxheres. gjithmonë tek e njëjti tigan ku janë lëshuar lëngjet. Rezultatin e duhur, vendosim pak fare vaj me spezjeks. Pra, është si puna e esencës së parfumit. Pakës fare, pakës fare. Pra sot patlıxhanët po i gatuajmë në formën e jahnis me mish viçi. Kështu që kemi përdorur deri tani sasinë e patlıxhanëve të prerë në kubik, të hequr lëkurën dhe të pudrosur me miell dhe janë kaurdisur, janë skuqur pak në vaj të nxehur. Qepa dhe mishi bashkë. Mishin gjë që unë e kam zirë përpara dhe kam një kombinim të dy llojeve të mishrave. Do të shtoj domatet. Tek domatet kam një masë të konsiderueshme. Ja, ti këtu. Dhe shtoj me radhë. Kripën. Pakës fare piper. Një gjithë dafine, gjithë lari. Ja ku kam një përzierje të duhur. Do të shtoj piperin, kokër, bahar, lëkurën e portokallit me pakës fare uzo. Dhe ja, ku kam arritur tek të gjithë përbërësit. Derisa të bëhen. Normalisht marr ndihmën. Kjo do të përfundoj në tavë, në furr. Pra po të doni, e kaloni në tavë, unë për kohën që më kam mbetur, do ta kaloj në furr, sepse në tenxhere bëhet, nuk është. Përse e përziej me këtë luk, sepse më është më e duhur për në përzierjet. Do të shtoj masën që kam. Shtoj dhe mas ujë, gjë që furën në gradacionin e duhur. Dhe aromat janë të duhura tani me borzilokun direkt erdhën në Terezi dhe në kulmin e aromave. Të gjitha erëzat që u shtuan
Patjetër që kanë punën e tyre, aromat e tyre, vlerat gjithashtu, por kjo shtesa me borzilok dhe me domate do ta përmirësoj më shumë shijen. Tani të bëj një përsëritje. Një pjekje shumë të avashtë. Prandaj do në kalova në tavë, sepse në tenxhere do duhej shumë ngadalë. Jahni me patlıcan dhe mish viçi. 4 patlıcan mesatar, 500 gram mish viçi, 2 gjethe dafin, 5-6 kokra piper të zi, 1 filxhan kafe ujë të nxehtë, kimon, 1 lugë çaji, vaj ulliri, vaj lule dielli, 2 qep mesatare, 4 domate, 1 thelpi udhër, 1 lugë çaj uthull, krip dhe 1 copëz lëvore portokalli, të cilën ne e vendosim në uzo për më shumë aromë dhe shije. Të t'ju tregoj produktet një herë për çfarë bëhet fjalë. Kemi kombinuar tranan me fasule dhe me mishin pastërma. Tamam për stinën ku jetojmë, ku jemi, me ditët me shi, edhe shijon një vakt i ngrohtë i plot, një vakt kryesor, se tranan zakonisht jemi mësuar ta gatuajmë për mëngjes, po ja integrojmë edhe në gatime të tilla kryesore të drekës. Ju duhen 4 lugë gjelle trahana, 1 lugë gjelle salcë tomatesh, 1 lugë gjelle spec i kuq pluhur. Kemi 4 gota ujë ose 4 gota me lëng mishi, 1 gotë fasule të zjera, 1 lugë çaj krip, 2 lugë gjelle gjalp, 8 feta pastërma pa lëkur, 1 lugë çaj me raki ose uzo, dhe kjo është opsionale sa për ta prekur dhe pak ngacmuar me aromën. Tani, pjesën kryesore të produkteve sigurisht që e kemi të para përgatitura, siç janë fasulet që janë zier, Pra, mishin po ashtu, kam lëngun e pastërman mishit. bashkë me trahanan. Shtoj akoma edhe një pjesë gjalpi. Dhe e lë pak sa të bëhet. Kaloj këtu një pjesë gjalpi, sikurse dhe salcën. Do të shtoj dhe piperin e kuq. I largoj. E përzijej. Shtoj lëng mishi. Krijoj tek gjalpi salcën e kuqe. Direkte e fik. Trahanaja kërkon është një gatim dimëror dhe kërkon yndyrë. Do të shtoj pjesën e fasuleve të zjera. Piperin. Te kripa do kem kujdes, sepse kam Ka pastërmaja. pastërman. Derisa të krijohet kjo masë e duhur. Shtoj. Pak uzo. Disa ara të thërmuara që është opsionale. Që shtojmë gjatë gatimit ose në fund dhe shkojnë dhe me pastërman, goxha, me trahanan po ashtu. Shtoj një pjesë. Këtë masë që mua nuk më duhet shumë, që ta zje sepse është. Mund t'i shtoj pakës qumësht. Pra, ara dhe qumështi janë të dyja opsionale. Qumështi krijon atë ajkosin që ne duam, thjesht e ngroh paksa, duke shtuar krip edhe piper, normalisht salcat gjithmonë ndërtohen me enë të tilla dhe me luk inoksi, jo me luk druri. Derisa mua më krijohet kjo mas, derisa kjo është salsa deri në veshjen e lugës. Pra sikurse e kuptojmë, salsa më e mirë dhe më përqendruar është gjithmonë në anët
Shiko në anët e tenxheres. Trahana me pastërma dhe me fasule, shtuar erëzat, shtuar një grusht ara dhe ja një recetë e re. Duhet të jetë masa, duhet të jetë e hollë. Jo e trash. Nëse do filloj se do ftohet patjetër, trahanaja ka atë vetim që... Fikset ajo, po. Një pjatë e ngrohtë, tradicionale, pra se i ka të gjithë përbërësit, i ka nga tradita jonë, kështu që ja u sugjerojmë ta gatuani këto ditë me shi. Nuk po e sjell, sepse ne përfunduam tani hapësirën tonë të gatimit. Ky është tava me jahnin tonë, me patlıcan, do t'i lëmë edhe pak minuta të bëhet gati dhe mund ta shihni në fotot që do të postojnë në rrjetet tona sociale, po ashtu edhe në recetat që do të postojnë po ashtu në YouTube, në Rrezet Diellit. Të lumshin duart, shihemi nesër, faleminderit për vëmendjen.